Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria, Kosova dhe Kroacia vijojnë bashkëpunimin trepalësh në fushën e mbrojtjes. Në Shkodër zhvillua takimi mes shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë, General Lejtnant Arben Kinxhi, me shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Kroacisë dhe komandantin e forcës së sigurisë Kosovës. Përmes rrjeteve sociale, General Kinxhi deklaroi se takimi ka në fokus thellimin e bashkëpunimit ushtarak mes planeve konkrete. Në deklaratën e firmosur nga ministrët e tre vendeve u ra dakord për promovimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, rritjen e ndërveprueshmërisë ndërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundërpërgjigjen ndaj kërcënimeve hibride dhe rritje e qëndrueshmërisë si ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euro-atlantik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës hedhin një tjetër hap të rrequr nga strukturat drejtuese të NATO-s. Komandat e bazave në Napoli dhe Norfolk u kalojnë aleatëve europian. Italia merr drejtimin në Napoli dhe Norfolkun e merr Britania. Komanda e tretë me bazë në Brunssum të Hollandës do të bashkëdrejtohet nga një general polak dhe homologu i tij gjerman, Ingo Gerhards. Komanda e përgjithshme ushtarake e aleancës mbetet në duart të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht të generalit Alexius Grunkish, i cili drejton operacionet nga Selia në Mons të Belgjikës. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov njoftoi se moratoriumi mbi kufizimet e parashikuara nga traktati ruso-amerikan për reduktimin e armëve bërthamore START do të mbetet në fuqi për sa kohë që Shtetet e Bashkuara nuk tejkalojnë kufit e përcaktuar nga marrëveshje. Deklarata u bë gjatë orës së qeverisë në Dumën Shtetërore ruse. Lavrov theksoi se Moska është e gatshme të veprojë me përgjegjësi dhe në mënyrë të ekuilibruar, duke monitoruar çdo lëvizje ushtarake amerikane dhe duke vlerësuar situatën strategjike globale. Ai kritikoi disa qarqe europiane rusofobe që sipas tij fajsojnë Rusinë për përkeqësimin e stabilitetit strategjik. Kreu i diplomacisë ruse u shpreh gjithashtu për rastin e Groenlandës, duke paralajmëruar se çdo forcim i pranisë ushtarake të perëndimit të ishull do të çojë në kundërmasa nga Moska përfshir veprime ushtarako-teknike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po planifikon zgjedhje presidenciale në pranverë së bashku me një referendum për marrëveshjen e paqes, raporton Financial Times duke cituar zyrtar Ukrainës dhe perëndimor të njohur me çështjen. Zelensky pritet të shpallë zgjedhjet më 24 shkurt në përvjetorin e 4 të sulmit rus. Plani përputhet me një përpjekje të SBA-s për të nënshkruar të gjithë dokumentat dhe për të dhënë fund konfliktit më të madh të Europës që nga lufta e dytë botërore deri në qershor. Ata thonë se duan të bëjnë gjithçka deri në qershor në mënyrë që lufta të përfundojë, tha presidenti i Ukrainës duke përmendur dëshirën e shtëpisë së bardhë për të zhvendosur fokusin e saj në zgjedhjet e ndërmjetme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani duket i vendosur të këmbgul në rrugën diplomatike me Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që deklaron se është gati të përballet me mundësinë e një konflikti të ri. Apelon ministri i jashtëm në Teheran, Abbas Araki, në intervistë për Russia Today, duke referuar programit bërthamor të Iranit. Araki theksoi se pasurimi i uraniumit është paqësor në natyrë dhe bazohet në të drejtat sovrane të vendit. Ai shpjegoi se nivelet e pasurimit varen nga nevojat politike, duke sqaruar se reaktorët e energjisë bërthamore kërkojnë pasurim nën 5%, ndërsa reaktori kërkimor i Teheranit përdor karburant të pasuruar deri në 20% për të prodhuar izotope mjekësore. Në këtë kontekst, ai theksoi se Irani është i gatshëm të ofrojë garanci se nuk do të kërkojë të pajiset me armë bërthamore, duke përshkruar një proces të tillë si të realizueshëm dhe të arritshëm me kusht që të ketë besim të mirë nga të dyja palët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.